Është më katë të shtyjmë namazin, të avënojmë. Të avënojmë namazin, shëqa, kemë varet. Nëse insparimisht, namazin është farz me falë mrena kohës vetë. Mrena kohës vetë është 2 pika. 2 pika në fjallëm, pik nisin edhe pik mbarimin. Pik nisin të zami të mëngjes të agim të sabahet, agimi vërtet deri të paralindjes. Pik këtu i deri këto. Të dreka prej hija kur shkurtohet minimum tani fillon me zgjat që kalepi i zenitit dielli derisa hija të bëhet edhe 2 herë sa ka qenë sa është objekti. Pe këtu deri këto. Ose ajacia prejeri kur të futet ku ajacis deri në sabah. Është kohë ajacis. Mirë po mrena kësaj kohë është farz me fal namazin. Sepse Allahu ka thënë inna salate kanat alel mu'minine kitaben mawquta, me të vërtet namazi për besimtarët është në kohën e caktuar, i definuar, i shënuar në interval të caktuar. Nuk mund është me thonë po i shtyj po i bëj bashkë të tanat më herët më vonë. Me fal me kohë është më mirë namazit, me fal me kohë, kam fjalë edhe në fillim është më mirë, me preashtim të jacis, që është e preferueshme me shtyje, po me preashtim të jacis. Tjerat namazë është më mirë, edhe për sabat disa ulema kanë thënë pak me shty, pra jo në fillim të kohës, kërit sabat është më mirë, për ndryshe tjerat më mirë, e kanë marrë me këtë hadithin për pejgamberit për bazë sallallahu alaihi wasallam, se kur është pyeta pejgamberi nga Abdullah ibn Mesud në shokëtisë të cilat janë punë më të dashura të Zotit xhaleshanuhu, pejgamberi ka thënë falë namazet në kohën e tij.